Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shpëtoni nga infeksionet urinare vetëm me këto dy produkte që të gjithë i keni në shtëpi. Infeksionet e traktit urinar janë shumë të zakonshme. Një analizë e vitit 2022 zbuloi se në vitin 2019 më shumë se 404.6 milion njerëz në botë kishin kaluar një infeksion të tillë. Infeksionet ndodhin kur bakteret hyjnë në rrugët urinare dhe mund të prekin çdo, por femrat janë më të rrezikuarat. Kjo për shkak se uretra femërore, tubi i cili nxjerr urinën nga fshikëza, është më i shkurtër se ajo maskullore. Distanca më e shkurtër e bën më të lehtë që bakteret të arrijnë në fshikës. Simptomat mund të shfaqen si një ndjesi djegje gjatë urinimit, urinimi i shpeshtë, urinë e turbullt ose e errët, urinë me erë të fortë, një ndjesi e zbrazjes jo të plotë të fshikësës ose dhimbje. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar këto infeksione, ka disa mënyra natyrale të cilat do t'ju ndihmojnë në menaxhimin e infeksioneve dhe në zvogëlimin e rrezikut të përsëritjes. Pini shumë lëngje. Urinimi i rregullt mund që t'ju ndihmojë në largimin e baktereve nga trakti urinar, duke parandaluar kështu ndonjë infeksion të mundshëm. Kur jeni të dehidratuar dhe nuk urinoni shpesh, terreni për shumimin e baktereve është i përshtatshëm për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar nevojat tuaja për lëngje. Është mirë që ju të pini ujë gjatë gjithë ditës. Merrni vitaminë C. Disa prova sugjerojnë se marrja e sasive të vitaminës C dhe rritja e saj mund që të mbrojë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës, duke vrarë kështu bakteret të cilat shkaktojnë infeksionin. Frutat dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitaminë C dhe janë një mënyrë e mirë për të rritur gjithashtu sasinë e konsumit të saj. Specat e kuq, portokalle dhe gjithashtu kivi përmbajnë sasinë e plotë të rekomanduar të vitaminës C. Konsumoni lëng boronice pa sheqer. Konsumimi i lëngut të paëmbëlsuar të boronicës së kuqe është një nga kurat më të mira natyrale dhe më të njohura për luftimin e infeksioneve urinare. Ju gjithashtu mund ta merrni dhe në formë kapsule. Boronicat e kuqe funksionojnë duke parandaluar dhe ndihmuar në parandalimin e gjitjes së baktereve në traktin urinar. Merrni probiotik. Probiotikët janë mikroorganizma të dobishëm të cilët konsumohen përmes ushqimit ose suplementeve. Ato mund të vendosin në ekuilibër të shëndetshëm bakteret në zorrën tuaj. Ju mund t'i gjeni në farmaci në formë suplementi ose në ushqime të fermentuara, të tilla si kefiri apo kosi natyral. Ato janë gjithashtu të dobishme për rivendosjen e baktereve të zorrëve pas trajtimit me antibiotik. Ruani higjienën tuaj. Parandalimi i infeksioneve urinare me praktikimin e disa zakoneve të mira të higjienës. Së pari, është e rëndësishme të mos të mbani urinën tuaj për një kohë të gjatë. Kjo mund të çojë në një grumbullim të baktereve duke çuar në infeksion. Gjithashtu, ushqimi që ne ham ndikon në rritjen e baktereve në traktin ton urinar. Andaj, ata që kanë probleme me infeksionet urinare duhet që të rregullojnë dietën e tyre. Shkencëtarët në shkollën e mjekësisë në Universitetin e Washingtonit kanë hetuar shfaqjen e infeksioneve urinare. Gjithashtu, ata kanë zbuluar se urina e disa njerëzve është më rezistente ndaj baktereve pasi përbërës të caktuar ushqimor ose të marra direkt ose si një nënprodukt i tretjes i provojnë ata nga hekuri dhe mineralet që duhet të rriten. Lëndët ushqyese që ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet urinare quhen polifenole. Këto janë antioksidues të fortë dhe në sistemin tretës ato shndërrohen në këto komponime që
parandalojnë rritjen e baktereve. Ushqimet me një përmbajtje të lartë të polifenoleve janë boronica të freskëta dhe lëng boronice, thana dhe lëngu i thanës, kosi, çaji i zi dhe çokolata e errët. Në mënyrë që të mos ulni pH-in e urinës tuaj dhe të ndihmoni bakteret të rriten, duhet që të shmangni pijet e gazuara dhe dieta me proteina të larta gjatë infeksionit. Ekspertët tregojnë se doza të larta të vitaminës C, të marra përmes shtesave ushqyese artificiale, janë gjithashtu të këqija, por hulumtimet natyrore të kësaj vitamine janë shumë të dëshirueshme. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të hani vetëm agrume. Mos harroni për perimet të pasura me vitaminë C si kale, lakër, brokoli. Përveç vitaminës C, trakti juaj urinar për të luftuar infeksionin gjithashtu ka nevojë për vitaminë A, e cila gjendet në karrota, patate dhe pjepër. Përfshini gjithashtu hudhrën në dietën tuaj. Një thesar që fal vetive të saj të forta antibakteriale shërben si një antibiotik natyral për forma të ndryshme të infeksionit, përfshirë infeksionet urinare. Çfarë duhet të bëni në raste të infeksioneve urinare? Konsumoni më tepër ujë. Shtoni sasinë e ujit që ju konsumoni, pasi lëngjet ndihmojnë për të larguar bakteret nga fshikza. Lëngu i boronicës së kuqe. Ka kohë që diskutohet se lëngu i boronicës së kuqe ndihmon kundër infeksioneve të fshikzës. Ky lëng ju ndihmon të pastroni bakteret nga rrugët urinare. Probiotikët. Probiotikët janë baktere të mira të cilat ndihmojnë gjithashtu në luftimin e baktereve të këqija, thot Candice Rivers, urolog në Spitalin Henry Ford në Detroit. Sot buke. Nëse keni dhimbje ose djegje gjatë urinimit, konsumoni një lugë kafeje sot buke me ujë. Reduktoni përdorimin e ngacmuesve. Kafeina, alkooli, ushqimi pikant, nikotina, pijet me gaz dhe ëmbëlsuesit artificial munden që të irritojnë fshikzën e urinës dhe ta bëjnë akoma më të vështirë për ta shëruar. Përqendrohuni tek ushqimet e shëndetshme, si karbohidrate me nivel të lartë, fibrash dhe yndyrra të shëndetshme, si avokado apo vaj ulliri, të cilët ndihmojnë për tretjen. Uthull molle. Ata ndihmojnë gjithashtu për të luftuar infeksionet urinare si një antibiotik natyral. Këshilla si të parandalohen infeksionet urinare. Çdo individi i kërkohet që të ketë një higjenë të mirë personale, të mos mbajë urinën, por të zbrazë fshikzën sa herë që ndjen nevojën për të urinuar, të pijë sa më shumë lëngje pa gaz, të mos pijë alkool, të mjekojë vatra të tjera infeksioni kudo që mund të ketë si dhëm të prishur, grykët, infeksione të veshit, hundës dhe rrugëve të frymëmarrjes. Të luftojë dhe të mjekojë drejt sëmundjet e tjera favorizuese si hipertensioni arterial dhe diabeti. Gratë shtatzëna duhet që të bëjnë kontrolle të shpeshta me analizë urine, pasi ato nuk mund të jenë në gjendje dhe që të lëvizin, por infeksionet mundet që të dëmtojnë edhe fëmijën dhe nënën. Gjithmonë duhet të kryeni analiza mjekësore në qoftë se infeksioni zgjat në kohë dhe këto receta nuk po funksionojnë. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të
Mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.